Sot e çmendurit të jesh i papërgatitur, prandaj mos guxo të ndalosh investimin tënd në rritjen tënde, sepse ka një korelacion shumë të mirë ndërmjet edukimit tënd dhe rezultateve të tua që merr në jetë. Kështu që do të bëjmë çmos që neve të rrisim njohurin, të ndërgjegjësojmë njerëzit, sepse nëse i ndërgjegjësojmë njerëzit, ata marrin më tepër përgjegjësi. Padituria është dështim vullnetar. Ndonjëherë pa e kuptuar ne mund të bëjmë dëm vetes dhe njerëzve të tjerë vetëm sepse nuk jemi të ditur. Një nga gjërat që do të bëjmë, ne do të jemi shembull e të gjitha këshillave që nu japim njerëzve të tjerë. Ne mësojmë, kemi thënë, përsëritje vazhdueshme dhe duhet kemi qëndrimin e hapur se nga çdo njeri, nga çdo situatë, nga çdo moment ne mund të mësojmë. Vetëm kështu, duke ecur drejt kësaj rruge të rritjes së vazhdueshme, ne kemi mundësi të ndërtojmë me çuri në jetën tonë.